Pas 5 ditësh mungesë të ujit ka nisur furnizimi i një pjese të qytetit të Vlorës, aktualisht zona e Lungomares. Pjesa tjetër e qytetit pritet të furnizohet me ujë, duke filluar nga ora 17 e pasdites së sotme. Me mbritjen e pajisjeve të porositura në Turqi, gjatë natës së hënë, 10 punonjës të ujësjelljes kanalizimeve kanë punuar për riparimin e tubacionit kryesor, nga çarja e të cilit uji pishëm mungonte në banesat e qytetarëve. Ndërhyrja për rregullimin e tubit përfundoi rreth orës 04 të mëngjesit, moment në të cilin filloi dhe mbushja e depove. Autoritetet kanë bërë me dije se furnizimi po kryhet ende me kapacitet reduktuar, pasi po testohen pajisjet e reja të instaluara. Ndërkohë, një ditë më parë, qytetarët mbajtën dhe një protest para bashkisë ku patën dhe përplasje me policinë. Qyteti bregdetar i Vlorës mbeti pa ujë të pishëm pas një defekti në tubin kryesor që furnizon depot e qytetit me diametër 1000 mm. Ndërkohë, një ditë më parë, drejtori i përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të Ujësjelljes Kanalizimeve, Shoshi, tha se çarja e tubacionit erdhi si pasojë e rrshqitjes së dheut. Ai theksoi se tubi me diametër 1000 mm duhet ishte giz ose çeliku dhe jo plastik.